Po të njëjtën rënditje për fizikun ideal e kemi bu edhe me meshkujt e estradës, cilët janë 7 trupat më të pëlqyer. E tash është momenti të shihni prej afër çka fshihet pas këtij klasifikimi. Nga këndvështrimi i një dizajneri, trajneri fitnessit e fotografi profesionist, zbulojmë sekretet pas fizikut të tyre dhe punën që qëndron pas çdo detaje. Kush e mban trupin më në formë, kush ka disiplinën, stilin dhe prezencën që bën diferencën. Përgjigjet do t'i zbuloni në këtë material ekskluziv që sjell garë, inspirim dhe pak rivalitet mes emrave që i njehni mirë. Vera për meshkujt e estradës nuk nis me kalendar, nis me një foto pa bluzë, një postim i rastësishëm nga palestra, një video në plazh, një storje me dritë të mirë dhe menjëherë kuptohet që sezoni ka filluar. Djemtë e estradës nuk presin më vetëm klikimet e këngës, por edhe reagimin për formën fizike, sepse sot imazhi nuk është bonus, është pjesë e paketës. Në këtë skenë, trupi është bërë një lloj karte prezantuese, muskujt të theksuar, bark i prerë, supe të gjëra, një formë që përsëritet aq shpesh sa ndonjëherë duket sikur të gjithë kanë dalë nga i njëjti program shërbitjeje. Ka artist që e ka ndërtuar këtë formë trupore me kohë dhe një trup që nuk ndryshon shumë nga vera në dimër. Pastaj janë ata që trajtojnë trupin si pjesë direkte të marketingut, sepse në një treg ku vëmendja është gjithçka, edhe një six-pack mund të jetë më viral se një refren. Këta janë 7 trupat e meshkujve të estradës që po dominojnë vëmendjen. Noizi, disciplinë ushtarake sepse qysh nga fillimi i karrierës së tij e ka mbajtur një linjë trupore, një nga të paktët që e ka kthyer palestrën në stil jetese serioze. Noizi, konsistent në fizikun e tij, që për performancën së parë dhe deri tani vazhdon të ruajë të njëjtin trup. Konsistenca e tij e ka mbajtur në vijë lineare rreth fizikut të tij. Do të thaj një 9 nga 10, por style-wise 10 nga 10. Noizi ka prezencën shumë të fortë, te Noizi më shumë se forma fizike është energjia që e jep në foto, se unë si fotograf e vlerësoj energjinë që ma përcjell dikush në bazë të fotos. Normal ndriçimi dhe poza e bëjnë një foto më perfekte. Për shembull, te forma që Noizi ka, trupi i tij funksionon shumë më mirë me dritë, të fortë dhe krijon kontrastin. Robert Berisha është një prej atyre emrave që s'kan nevojë të bëjnë shumë zhurmë që të vërehen. Gjithmonë i kujdesshëm me pamje, i rregullt dhe konstant në formë. Edhe Roberti ushtron që një kohë edhe ati normal i kisha preferu pak mu definu, se ka pak një mos më të madhe, se që duhet nashta edhe për gjatësi edhe për krejt, varësisht tash është keq që është jeshije, dikujt i pëlqen pak ma i mosh, dikujt edhe nuk është kur gjë gabim, mirë, po me body fat thash, me qatë testin, po në bazë të syve, do me thonë me sy, në bazë të asaj që unë e shah, e vrej që i ka pak ma tepër body fat se që i shdasht me pas. Kështu që menej që okej është, mirë, veç i vim pak mu definu. Robert Berisha është shumë i sigurt para kamerës, normal që ta jep qatë siguri, tu e morë parasysh që është tash e sa vite pjesë e showbizit, por që din shumë mirë me i nxjerr edhe në fotografi format që ka kryet u marrë me palestrë. Kapital T, i balancuar me stilit dhe fizikut, nuk e tepron por e mban veten aty ku duhet. Kapital T a ushtran, pa mënej edhe ka trupin shumë mirë, e një edhe kështu personalisht, pa mënej më ka ra me të, me fol, me nejt, edhe menej që e ka një trup shumë mirë, varësisht ashtë edhe ajë në herë është ma i nëzonën pak e len ma në ashtë fitnesi në herë përkushtohet pak ma tepër mirë, po kryesisht aje ka edhe definimin edhe masën kështu në nivel. Kapital T, 10 nga 10 e pa diskutueshme, prej fizikut, prej prezencës, performancës, e gjitha. Mendoj që Kapital T është një artist i cili ka vendosur të mbaj një trup i cili ka qenë që prej fillimit dhe deri më sot, diçka që e ka karakterizuar dhe style-wise do ta vlerësoj 20 nga 10. Yll Limani, surpriza e listës, transformimi i tij ka ardhur gradualisht, por sot është më se evident me fizikun e tij. Edhe Yll Limani ka fillu, do me thonë edhe ajë, mu rregullu shumë mirë, vrej që do me thonë ushtron, sene i ka për masat shumë mira, edhe menej që ka një trup shumë mirë edhe ajë, edhe është
menoj të shku çdo herë edhe më mirë. Limoni është shumë natural në për fotografi që i publikon, me një fjollë e dënë shumë kamerën, se është kogja original në paraqitje. Lëndrimi, energji e brezit të ri, ku pamja dhe forma janë pjesë e identitetit artistik. Lëndrimi është okej, po përberimin tem 10 kg ja kësha shtu, se është pak i dop me thonë në atë kuptimin, i ka vijat e mira, simetrinë e mirë, shumë mirë definicionin e ka definimin dhe me thonë nivel, menaj që qka i duhet pak muskoj me shtu edhe për mu bakej, edhe pse edhe ajt tash për dikën si për modelizëm për shemull i shkon okej, edhe normal i shkon qaj trup ideal, mirë po tash po flasëm pak për një trup ma ndërtu, ma me fitness që mirët, thjesht i duhet pak mas, lëndrimit për mu konsideru që ta më nushtran fitness edhe ka një trup pak ma ndërtu. Lëndrimi është tipik për fotografi, jep kogja shumë hapësi kreative në fotografi, format e tij trupore janë tipik për fotomodel. Bejta nuk është ndër më të zhonshmet, por fiziku i tij nuk kalon pa u vënë re. Do të vazhdoj me Bejta. Bejta, style-wise, do t'jepja një 7 nga 10. Okej, më pëlqen fiziku i tij, është nice, fit, por do të thoja që mendoj që mund të bëj më mirë. Fizikun da komentoja me një 9 nga 10, ky është vlerësimi, por I really like him. Bejta është shumë klasik në foto, por që nuk frikësohet me eksperimentu qoftë në foto apo edhe në video që i publikon. Ledri Vula, veteran i listës që vazhdon me qenë në top form, pa u lodhur shumë për ta treguar. Edhe Ledri Vula, edhe ai sa e di ushtron që një kohë, edhe ai muna me thonë që e ka një trup mirë, është okej, varësisht tash edhe pse po ndryshojnë shpejt, po mujna me ditë saktë se ka njëherë po janë tash pak masiv, ka njëherë ma definum, pe kem pak problem, mirë, po kryesisht edhe ai hinte me shkuj që e kanë një përkujdesje për vetën edhe për trupin e tyre dhe do këtë mirë, menoj që edhe ai e ka një trup mirë. Ledri Vula e ka një paraqitje që rrezatën pastërtinë në foton e tij. Te Ledri funksionon shumë mirë lifestyle looku, jo shumë me poza. Në fund të ditës nuk është vetëm talenti që i mban në maj, por edhe mënyra se si e prezantojnë veten dhe këta të 7 e kanë kuptuar shumë mirë këtë lojë.